E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi përsëri me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe dinamikat më të fundit që po ndodhin në jetën e artistëve. Lajmi që në fakt na shokoi të gjithëve ishte arestimi i Gjestit. Gjesti 2 ditë më parë është arestuar në Prishtinë nën akuzën që është gjetur me armë pa leje. Më pas domethënë filluan që të dalin të vërtetat rreth kësaj ngjarje. Një problem për muaj të tëra me kompaninë Onima nën menaxhimin e Erkand Shabanit. Kompania Onima, një kompani e cila ruan të drejtat autoriale, monetizimin dhe publikimin e këngëve të artistëve në rrjetet sociale, si në YouTube, ashtu dhe platformat të tjera digjitale. Një kontratë që Gjesti e kishte bërë para se të bëhet pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Dhe në momentin që Gjesti u largua nga Big Brother VIP Albania, do të thënë pas një rrugtimit shumë të gjatë, izolimi pothuajse 7 muaj, Gjesti lidhi një kontratë tjetër me kompaninë 360 nga Bonart Ajvazi, kompani që sot ka të drejtat e publikimit, të drejtat e monetizimit dhe të drejtat e tjera se i përket një këngë të Ylli Limanit dhe disa artistë të tjerë. Duke dashur Gjesti që do me thënë komplet projektet e tij dhe komplet angazhimin e tij muzikor t'ia beson 360-s, në muajin korrik të vitit 2025, Gjesti kërkoi shkëputje nga kompania Onima, një problematikë e madhe që u bë virale gjithandej. Këngët të cilat publikoheshin në rrjetet sociale, të drejtën autoriale e merrte Onima, që nënkupton që Gjesti nuk ka marrur paratë ndoshta të premtuara nga kjo kompani. Ditën e sotme, kur emri i Gjestit po përflitet dhe po përmendet shumë, ka ndalur në pa disa video të disa artistëve të tjerë si Flor Mumajesi, Tajna, që kanë patur probleme pikërisht me këtë kompani, që kjo kompani do me thënë nuk ju a ka dhënë fitime të cilat u janë dashur t'u jepen këtyre këngëtarëve. Tani për mua nuk është e çuditshme kjo si gjë, unë kam dëgjuar edhe nga këngëtarë të tjerë, edhe për kompani të tjera që merren me këto lloj punësh, që kur vjen puna për pagesë nuk ua japin parat këngëtarëve. Por situata ka eskaluar deri në atë pikë sa që Gjesti ka shkuar në zyrën e personit në fjalë dhe e ka kërcënuar, siç duket, me thënë siç flitet, sepse akoma nuk ka një lajm përfundimtar për këtë pjesën. Pas arrestimit, Gjesti u mbajt 48 orë brenda në burg dhe u mor vendimi që Gjesti të jetë në paraburgim 1 muaj. Do të thënë ditën e sotme është marrë vendimi nga ana e prokurorisë që Gjesti të jetë 1 muaj në paraburgim. Kemi parë pranë gjykatës babain e Gjestit, i cili duket që është shumë i tensionuar dhe duket që është duke folur në telefon, më thënë video që janë bërë virale në rrjetet sociale, siç duket këtë familje e ka kapluar fati i keq. Gjesti 1 muaj në paraburgim, domethënë sot është marrë ky vendim për fatin e Gjestit. Do të shohim se çfarë do të ndodh më andej. Unë uroj me zemër që Gjesti të lirohet edhe të mos të merret më me probleme të këtilla dhe uroj me shpirt që shteti të shikon, do me thënë të shikon në mënyrë të detajuar edhe kompanitë të cilat merren me të drejtat të këngëve, të drejtave të autorëve, të publikimit të tyre, që do me thënë edhe ato le të dalin para drejtësisë për padrejtësinë që në fakt i bëjnë kundërdrejt të gjithë këngëtarëve. Nuk flas tu konkretisht për kompaninë Onima, po për të gjitha kompanitë që merren me problemet e këtilla. Do me thënë Gjesti është dënuar sot me 1 muaj paraburgim. Do shohim se çfarë do të ndodh me fatin e tij.